Po patjetër që numrat i kemi, ne jemi të vetëdijshëm gjithë që Lëvizja Vetëvendosje është partia fituese dhe nuk është fituese do si do, që opozita duke parë pikërisht këtë rrezik për ta pengoi që 2 seanca radhës konstituimin e kuvendit që është një goditje ndaj demokracisë. Dje ka qenë shumë e qartë, është thirrur një takim konsultativ që s'ka pasur të bëjë me aspektin procedural, por me aspektin e konsultimeve para se të hyet në seancë me qëllim që të shmangët mundësia e ndonjë shkelje kushtetuese apo ligjore dhe ka qenë hezitimi i një pjesë të opozitës që edhe të komunikoj. Kurse ne promovojmë dialogun edhe konsultimet si mjet kryesor para se të marrim vendime politike të nivelit të përbashkët nacional. Besoj që kjo do të bëhet e ditur nesër, të shtunën pra kur është planifikuar dhe seanca e radhës. Patjetër që ne nuk futemi në seanca pa pas emër.